Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar nenet kontestuese 17 dhe 18 të kodit zgjedhor, të cilat u miratuan në mars të vitit 2024 dhe me to u rit pragu i nënshkrimeve të nevojshme për dorëzimin e listave të pavarura në zgjedhje, respektivisht 1% nga trupi votues. Kreu i kushtetueses Darko Kostadinovski tha se vendimi i tillë është marrë pasi janë konstatuar shkelje materiale dhe formale të kushtetueshmërisë përmes këtyre neneve. Bëhet fjalë për kushtin mbi bazat të cilat qytetarët si subjekte zgjedhore mund të propozojnë lista kandidatësh për pjesëmarrje në zgjedhje dhe pasojat e ndryshimeve të tilla zgjedhore i prekin direkt të drejtat e qytetarëve që të propozojnë kandidat, të ketë kandidat të pavarur dhe gjithë kjo u bë me procedurë të shkurtër, në mënyrë tërësisht jo transparente, pa diskutim publik e madje edhe pa diskutim në seancën e kuvendit, edhe atë pak para zgjedhjeve të vitit 2024, me çka te kushtetuesja u krijua përshtypja se këto ndryshime janë bërë në interes të partive politike me qëllim uljen e numrit të kandidatëve të pavarur në vetë fillimin e garës zgjedhore, deklaroi Darko Kostadinovski, kryetari i gjykatës kushtetuese. Kostadinovski tha se ky vendim nuk ndikon në legjitimitetin e zgjedhjeve të kaluara.